Zoti Berisha, keni patur disa takime në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës, keni mbajtur 2 fjalime në 2 grupe parlamentare të ndryshme. A ishin të informuar për situatën dhe për atë se çfarë ndodh në Shqipëri gjatë këtyre takimeve që keni patur informale përveç fjalës suaj të hapur? Nuk mund të them se ishin të informuar, por natyrisht krejtësisht pa informacion nuk ishin. Megjithatë, kjo për mua ishte një ditë shumë e rëndësishme, ku pata mundësi të paraqes gjërësisht para një audiencë të gjerë të 2 grupeve parlamentare dhe të disa delegacioneve, të grupit parlamentar të Partisë Popullore dhe të grupit parlamentar të konservatorëve dhe patriotëve europian, të takohen me disa delegacione, siç ishte delegacioni i Suedis, delegacioni i Greqis, delegacioni i Italis, të takoj një takim të veçantë dhe shumë të rëndësishëm pata me presidentën e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, zotin Lusopoulos, dhe takime tjera pastaj me miq. Mendoj se ekspozea dhe paraqitja e situatës e një Shqipërie që në 30 vjetorin e antarësimit saj në Këshillin e Evropës është kthyer në një narkoshtet që përbën rrezik jo vetëm për qytetarët e vet, por për rajonin dhe Europën, kishte një rëndësi shumë të madhe për vendin, kishte një rëndësi shumë të madhe për të ardhmen e Shqipërisë. Faktet janë aq kokëforta dhe aq bindse sa që mund të them, siç u pa dhe si pata fatin gjatë ditës të marr përshtypje falëndëruese, falënderime dhe shumë pozitive për ekspozet që paraqita në këto 2 grupe parlamentare dhe në delegacionet e vendeve anëtare që takova. Qëllimi kryesor ishte të zgjoja vëmendjen e madhe që duhet të tregojnë për zgjedhjet dhe mora garanci të plot se përfaqësuesit e këtyre grupeve do të jenë të pranishëm dhe me interesin më të madh për vëzhgimin më të hollësishëm të zgjedhjeve të ardhshme. I njoha me të gjithë mekanizmat që ka krijuar Edi Rama, arrestimin e liderëve të opozitës vitin elektoral e tjerë, kështu që them se u bë një punë shumë e mirë. Ju më herët e keni denoncuar faktin se zoti Rama i keq informuan europianët. A ka ndryshuar kjo situatë tashmë? Kjo situatë po ndryshon. Them se po ndryshon, nuk mund të them se ka ndryshuar plotësisht, sepse ju e pat edhe në takimin e fundit që pata, njerëzit mbeten të habitur nga ato që ndigjonin dhe sigurisht por kjo situatë ndryshon. Ajo që është shumë e rëndësishme është që nuk është më një situatë e mbuluar nga heshtja, nga censura, nga terri. Ne e thash dhe në takimin e fundit, janë përpjekur shumë të izolojnë Partinë Demokratike dhe të mbulojnë të gjithë territoritë të Edi Ramës, por tani kjo ka marrë fund. Gjërat po dalin në dritën e diellit dhe po kuptohet mirë se ç'përfaqëson regjimi i Tiranës. Ju gjatë fjalimeve tuaja denoncuat arrestimet politike të liderëve të opozitës. Pati një qendrim për drejtsinë e re edhe nga përfaqësuesit e Asamblesë Parlamentare në Këshillit të Evropës në takimet që patët informale? Nuk ka diskutim që proceset politike janë procese tipike të diktaturave dhe ky është vlerësimi, s'mund të ketë vlerësim tjetër. Ndaj edhe në këtë aspekt, sigurisht, unë garantova që ne jemi të përkushtuar ndaj luftës krimit organizuar me zero tolerancë, ndaj korrupsionit me zero tolerancë, por kjo nuk do thotë se të mbulohet lufta kundër korrupsionit të përdoret për të mbuluar luftën kundër kundërshtarëve politik. Nuk do thotë të përdoret kjo për të vendosur censurën, siç po vendos Edi Rama mbi mediat, mbi TikTokun, apo me denoncova siç e ndigjuhet edhe deep pocket inspection të kontrollit të internetit. Pra faktikisht Shqipëria po degradon gjithnjë më shumë në një shtet policor. Unë pata dhe takime tjera të rëndësishme në të cilat diskutuam për çështje delikate, çështje shumë të rëndësishme të drejtave të njerëzit, dhunime, abuzime
të papranueshme, të denueshme të drejtave të njerëzit. Keni ju besim të premtimi i këtyre përfaqësuesve për dërgimin e delegacioneve në zgjedhjet dhe në monitorimin e tyre? Plotësisht besim. Kam shumë besim, i gjeta, domethënë, më siguruan në mënyrë shumë të vendosur, kanë ngarkuar përfaqësuesit e tyre dhe unë mund të them se nga gjithë Europa, edhe tek rrim në korridore, na kapen deputet që kishin antarë të këtyre grupeve, duke na thënë që do vi për vëzhgim, ose të tjerë do vinë. Ishte shumë e dobishme këtë drejtim, këto takim. Edhe një pyetje të fundit, në pak muaj në rikthyer në CDU, në PPE, ndërsa sot në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Ku është rikthimi tjetër? Dështoj tërësisht një politikë e cila synoi të izolojë Partinë Demokratike. Gjarprit ju prek koka në Washington dhe politika e izolimit mori fund. Partia Demokratike sot është forca politike më e përkrahur në rrafshin ndërkombëtar. Faleminderit. Faleminderit.